E si që u premtuam, do flasim për ato ushtrimet që duhen bërë kur jemi në pritje të ëmbël. Për vajzat e gratë që po në ndjekin dhe teksa ndodhe në shtëpinë e tyre dhe janë duke menduar se çfarë mund të bëjmë për të qenë më shumë në formë, gjithçka mund ta nisin me informacionin e duhur, apo jo? Me ne në studio, Ledeta Idrizi, e cila është atlete CrossFit, një disiplinë shumë interesante dhe që ka shumë dobi në shëndetin e njeriut. Mirë se vjen e dashur, vitë mbarë për ty ftesë. Mirë, ta nisi pa nga eksperienca personale, sepse kështu të kemi prezentuar, vajza që kanë ngritur pesha me barkun te goja. Si ka qenë kjo periudhë dhe çfarë ushtrimesh ke bërë dhe si ka ndikuar tek shtatzania? E kuptoj. Kjo ka qenë një periudhë shumë e bukur, si gjithë shtatzanit, besoj kush po e pret një fëmijë normalisht është shumë i lumtur. Për mua, eksperienca e stërvitjes gjatë shtatzanisë ka qenë vërtet një eksperiencë e mirë, për arsye sepse dhe nuk kam patur komplikacione. Unë stërvitjen e kam nisur që më përpara, normalisht, para se të isha shtatzan, jam ushtruar. Dhe e kam vazhduar dhe pjesën e ushtrimit të tyre. Sepse kur themi CrossFit, edhe kur themi shtatzan, duket sikur se CrossFit është disiplinë goxha impenjative, është e rëndë, domethënë do shumë intensivitet, kështu që si ka qenë. Domethënë të ushtrohesh, bësh CrossFit për të jesh shtatzan. Çfarë ushtrimesh bëj, çfarë jo? Unë kam bërë workout-e, domethënë ushtrime, të cilat domethënë workout-et janë ushtrime, janë disa ushtrime të cilat janë të kombinuara bashkë, le të themi janë 3-4, të cilat mund të përsëriten disa herë në varësi të ditëve, ashtu siç janë programuar. Unë ushtrimet i kam bërë, workout-et i kam bërë siç kanë qenë. Të paktën, po them 3-4 muajt e parë kam vazhduar pak a shumë me të njëjtin intensitet si përpara se isha. Po, pa ndryshuar asgjë. Normalisht jam konsultuar edhe me doktorin që jam ndjekur. Gjithkohës. Po. Vendita, kishe vallë njerëz që të thoshin në një moment që çfarë po bën? Po. A je çmendur, se i kemi lexuar gjitha këto komente në rrjetet sociale, po dëmton bebin, pa ditur, pa patur ata informacion. Pa të komente të tilla? Kam patur si në rrjetet sociale, ashtu edhe kur jam stërvitur, normalisht kam patur, po, dhe në ambient, po edhe personat që kanë ditur që unë stërvitem, më kanë thënë që si ka mundësi që ti vazhdon stërvitesh, nuk e frikë për bebin. Normalisht nuk është frikë, sepse është një mënyrë jetese të cilën unë e kam ndërtuar më përpara. Dhe ti nuk ishe ndërmend ti dorëzohesh e komenteve, por të ndishje këshillim e mjekëve. Po, doktori më kishte thënë që mund ta vazhdosh stërvitjen, normalisht duhet të modifikosh pak edhe pjesën e peshave, sidomos kur kaloj koha. Okej, unë disa herë kam bërë pak edhe me kokën time. Deri në cilin muaj ti ishe në palestër? Deri në javën e 33, do me thënë nga fillimi muajit të 8. Ato 7 javë, duke qenë se unë linda në javën e 40, pas javës 40, ato 7 javët i kam bërë, pas të kam bërë vetëm ecje, kam bërë pak ushtrime vetë në shtëpi, edhe në mëngjes dhe ditët për shembull që shkoja në stërvitje, bëja disa ushtrime vetë në shtëpi. Para se të nisesha për punë, e kisha kështu si në formë dimese. Normalisht të ndihmon edhe për pjesën e lindjes, është shumë e rëndësishme. Muskujt tonifikohen edhe dyshemeja pelvike, po, tonifikohet, muskujt bëhen më të fortë dhe të ndihmon. Pa të besoj një lindje natyrale. Po, pata lindje natyrale dhe një lindje të shpejtë, do thoja. Histori interesante. Ke ndonjë ushtrim që e veçon dhe thua, ju a sugjeron dhe grave tjera shtatzëna, që duhet ta bëni? Një ushtrim apo një kompleks ushtrimesh? Për mua të gjitha ushtrimet duhen bërë, por më i rëndësishmi, sipas mendimit tim, është pjesa e të bërit squat, edhe sikur pa peshë. Të ndihmon shumë dhe me pjesën. Squat dhe shtatzën ndërkohë. Po, të ndihmon shumë me pjesën e lindjes, domethënë nëse do bësh një lindje natyrale të ndihmon shumë, sepse të ndihmon me pjesën e hapjes së legenit, me pjesën e mobilitetit dhe në momentin që lind është shumë i rëndësishëm mobiliteti. Ke shoqe të tjera, do shta frekuentuese të njëjtës palestra, aty ku ti ushtrohesh, do shta përmes këshillave të tua, që ti u ke dhënë, e kanë patur më thjesht lindjen dhe sjelljen në jetë të një bebe? Jo, fatkeqësisht, do doja që sa do pak të jem inspiruese edhe për nëna të tjera gjatë shtatzanisë që
mos të bëjnë vetëm një jetë sedentare, po të lëvizin sa do pak. Edhe në rast se nuk je marrë me stërvite më përpara, është një mundësi që ti ta nisësh gjatë shtatzanisë, sigurisht duke u konsultuar me mjekun gjithmonë, në rast se nuk ke komplikacione. Në rast se ke komplikacione, besoj mund të ketë disa ushtrime specifike që nuk duhen bërë. Po dhe unë i kam modifikuar një pjesë të ushtrimeve, siç janë edhe tek videot, i ka modifikuar. Për shembull, burpees unë nuk e bëja dot normalisht, sepse kisha barkun e madh, nuk mund të shtrihesha. Ishte pak problem. Domethënë edhe i ka modifikuar. Peshat po i kam ulur me kalimin e kohës, nëse kam bërë me, le të themi, me gira 12.5 që e kalova në 10, që e kalova në 7.5 edhe në 5 që, me kalimin e kohës i kam ulur pak. Por vajzat që ndoshta nuk shkojnë dot në palestër, nuk e kanë këtë stil jetese, por janë në pritje të ëmbël, janë shtatzën. Sa hapa në ditë duhet të bëjnë për të qenë mirë? Çfarë do sugjeroje ti nisur nga përvoja jote? Unë sugjeroj që të paktën, nëse është e mundur, një ecje 1 orë mund ta bëjnë, një 30 minuta, le të themi, do ikin diku, po them në qendër, një ecje deri atje dhe të kthehen pas. Eci në këmbë, do jo të marrë një makinë. Nëse është e mundur, po, është ndihmë shumë e madhe, realisht. Ajo, domethënë, ecja konsiderohet si kardio, dhe në rast se nuk bën dot stërvitje force, kardio, pse jo, është një mundësi shumë e mirë që ti t'jesh aktive. Domethënë, gjëja më e keqe sipas meje është që ti jesh pasive, po. Domethënë, stërvitja të jep jashtëzakonisht shumë energji. Të jep një boost energjie shumë të mirë gjatë shtatzanisë. Sidomos në ato javë të parë që je i përqumur. Unë kam një pyetje që nuk lidhet drejt për drejt me ushtrimet, por kam shumë kuriozitet, jam i sigurt te publiku. Kur ke qenë në palestër duke ushtruar, ke ndjerë ndonjëherë ndonjë goditje të bebit, apo të ka thënë dikush aty në palestër, vendeta se do lindesh këtu në palestër, po i shtëpi? Në fakt ka qenë bashkëshorti im, ne stërvitemi së bashku. Ka qenë ai që kur bëja disa ushtrime më thoshte që kur të shoh mendoj se të them që do lindesh këtu. Po jo, nuk, domethënë, baby lëviz gjatë gjithë kohë. Nuk po them 24 orë, po në aktivitetet të ndryshme që ti kryen gjatë ditës, qoftë kur je në punë, qoftë kur je duke ushtruar, e ndjen ka momente që në ushtrim. Jo, absolutisht. Nuk të ndikon, madje mund të them që edhe kur mësohesh edhe nuk e vëre. Pra, kështu lindin sportistët kam përshtypjen. Me siguri. Vërtet, sipas studimeve, është shumë e rëndësishme kjo pjesa e të stërvitur, sidomos me pesha. Studimet kanë treguar që fëmijët që lindin nga nëna që stërviten kanë shanse për një jetesë më aktive, kanë shanse për më pak obezitet. Këtu ndikojnë faktorët epigenetik pastaj te pjesa e kësaj. Kanë dhe një zhvillim neurokognitiv akoma më të mirë se sa fëmijët e tjerë. Janë bërë disa studime që, domethënë, në 12 muajt e parë të jetës, ndikonin shumë mirë dhe të zhvillimi i aftësive motorike, të fëmijë që marrin nga sporti, përgjithësi, nga nëna transmetohen edhe tek fëmia. Pasi lindë fëmijën, sa kohë u desh të ktheheshe prapë në palestër, se me siguri të ka munguar? Po, më ka munguar. Bashkëshorti shkonte, ti nuk shkoje, besoj në fillim? Nuk po bezdiste ky fakt. Se doje ca pushime nga palestra? Jo, nuk më bezdiste fakti që ai shkonte. Normalisht unë nuk e ndjeja, të paktën ato javët e para, unë jam rikthyer pas javës së tretë të lindjes, e di që ndoshta është, po, pas javës së tretë, e di që ndoshta është natyrale, tham. Po. Është shpejt. Është pak më shpejt se sa ajo periudha, domethënë limiti që rekomandohet. Zakonisht nëna e re duhet rri 40 ditë në shtëpi përpara se dalë, thoshin dikur gjyshet tona. Jo. Nuk e respekton askush më këtë. Jo, nuk e respekton askush më. Normalisht dhe mendoj që nuk ka vlerë, po unë pas 3 javësh jam rikthyer. Jam konsultuar edhe me doktorin që më ka ndjekur. Dhe diku të pas 2 javësh më tha që nëse ke nevojë, do që të bësh ushtrime, mund të bësh ushtrime me peshë trupore. Disa ushtrime të vogla. Unë normalisht prita dhe 1 javë edhe u riktheva, po sigurisht kam bërë me peshë trupore në fillim. Nuk e ndjen dot veten, sidomos pas asaj shkëputje që unë kam bërë. Ja dilje të shkëputeshe nga bebi? Po. E kuptoj që kjo është për të mirën e të gjithëve. Është shumë e rëndësishme. Shiko, bebi është shumë i rëndësishëm, absolutisht, nuk e vën diskutim, po edhe nëna është shumë e rëndësishme, se aktiviteti fizik
duke u bazuar tek studimet që janë bërë, të ndihmon shumë dhe për depresionin postpartum. Pra, postpartum. Edhe gjatë shtatzanisë, po edhe pas. Këtë moment? Unë mund të them që nuk kam patur depresion postpartum, e kam përballuar shumë mirë. Dhe mendoj që merita ka qenë e gjitha e stërvitjes. Edhe sikur ajo një orë që unë shkëputesha nga vajza ime, të ndihmon edhe fakti që shkëputesh, po edhe aktiviteti fizik të ndihmon shumë nga ana psikologjike. Pashtim diskutim ditën e kaluar, përsa i përket postpartum, kjo shpyetja ime e fundit, duket sikur disa nëna e jetojnë, disa të tjera e mohojnë, madje mohojnë dhe ekzistencën e postpartum. Ti thua që ka qenë palestra ajo që të ka shpëtuar? Për mua po. Unë mendoj që stërvitja ka qenë shumë e rëndësishme për mua. Ishte mënyrë se ti shpërqendroheshe? Jo vetëm që shpërqendrohesh, po sado që ti mund të jesh i lodhur gjatë ditës me një foshnjë, ajo pjesa e stërvitjes të jep atë energjinë, domethënë të rikarikon. Ndihesh i rikarikuar. Edhe thash, sipas studimeve, stërvitja realisht është shumë e mirë. Ke parë benefite kur vjen për atë gjithëndja apo ndoshta ndonjë proces fiziologjik që nënat përftojnë momentin që bëhen me një bebe? Çfarë mban mend? Po thua që nëse kam pasur problematika apo nëse kam pasur përfitime nga aktiviteti fizik. Po, e kuptoj. Nuk kam vënë ndonjë ndryshim tek kjo pjesa, nuk është se kam vënë ndonjë ndryshim. Po. Nuk kam pas as probleme, po le të themi se janë disa mite që jo mund të ndikoj tek reduktimi i sasisë së qumshit, nëse je me gjithëdhënie, nuk kam vënë asnjë gjë. Nuk ka ndodhur. Jo, nuk ka ndodhur. Vetë shumë mira ka stërvitja, edhe një shembull shumë i mirë në fakt për shoqërinë edhe për nënat për të kuptuar që duke kujdesur për veten, mund të kujdesen më pas edhe për bebin dhe gjithë familjen. Vetëm ta faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ne shjuam këtë bisedë me ty. Shumë faleminderit. Mirë, ndërsa tani është momenti bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitar dhe menjëherë për të rikthyer me një ditë me Gjoanën. Sot është bërë artiste, ju a them që në hapit të bisedës, nuk do e shohim duke u hedhur nga aeroplani, për kuntrazi, sepse ka intervistuar një zonjë e cila krijon art përmes gurëve, duke u dhënë formë, ngjyra dhe duke i kthyer kështu në vepra arti. Ne do shihemi sërish nesër në 15, ju duam. Ju përqafojmë.